Do është të pyes, pse mos të kemi vetëm fitore, por kemi edhe humbje njëjtë? Gënjimin, suksesin e dëshirojmë gjithë. Absolutisht. Hasiben nasu e ju të rëkuen e kulu amen na wa hum la yuftanun. Allahu thot, a mendojnë njerëzit thonë la ilaha illallah, besojnë e mos testohen, mos të provohen. Allahu thot në Kur'an, wa tilke al-ayyamu nudawiluha bejne nas. Ditët e fitores dhe humbjes do t'i vendosim në mes njerëzve. Herë besimtartë, herë do të fitojnë, herë do të humbin. Pa besimtartë, ndonjëherë do të ngallnjejnë, ndonjëherë do të humbin. Andaj, kjo është një ligj, një sunnet i Allahut që e ka vendos në tokë. Herë ashtu, herë ashtu. Si do t'ishte çështja, njëri prej dietarëve kështu shpreh, si do t'ishte puna sikur besimtarët çdo herë kishin fitore. Aty do të hinin edhe do të deportonin edhe ata të cilët, edhe njëherë, çdo të ndodhte sikur çdo herë besimtarët muslimanët kishin fitore. Aty do të hynin edhe ata të cilët nuk kanë bindje në islamin. E shohin që muslimanë çdo herë po kanë fitore, asnjëherë humbje, do të hynë edhe ata të cilët nuk kanë bindje në islam. Shumë e qartë, shumë e qartë. Andaj, kur ka fitore dhe humbje, dallohen të sinqertit prej munafikave. Prej munafikave, prej dyftyrshave. Se munafiki shkon gjithmonë me fitusin. Po çdo të ndodhte sikur çdo herë do të pabesimtar do të fitonin, do të kenin fitore. Do të ishte një thyrje dhe një pesimizëm për besimtarët. Pra Allah e vendosi këtë ligj. Kështu është edhe te thirrsat e islamit. Pse çdo herë do t'i kenë rrugën të shtruar me drandafira? Jo, do të ketë vështirësie, do të ketë telashe, do të njëri prej hoxhallarëve u shpreh kemi nevojë të ndihmohemi, po nëse nuk ke gatishmëri të më ndihmosh, atëherë mos pengo të lutem. A do të ketë thirrsi, do të ketë pengesa që jo. Kur ka pengesa në rrugë, dallohen thirrsat, daveçit, hoxhallarët e sinqert prej të tjerëve. Andaj, kështu Allahu Azze ve Gjelle e boni që ne ta kuptojmë këtë din, këtë fe, e këtu sfundit e lexova edhe një përshkrim interesant dhe do me thonë, s'besa, sunullah, kanë dallim muslimant që pranun islamin para derisa nuk u bo çlirimi me sahabet të cilët e pranun islamin para çlirimit Mekës, kanë dallim prej atyre të cilët e pranun islamin pas çlirimit Mekës. Një përshkrim është se ata të cilët dezertun, u largun nga islami pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu vesselam, ishte një pjesë që pranun islamin pas çlirimit Mekës. Çka ndodhi me çlirimin? Me çlirimin e Mekës, kur ndodhi çlirimi i Mekës, mo rap smet mu aty e pon, dhe ama para çlirimit Mekës, kush e pranoi islamin e pranoi me bindje. E pas çlirimit u pa forca, u pa fuqia, hajde po që erdha me ju qëtu. Kështu Allahu, tilke al-ayyamu nudawiluha bejne nas, ashtu ne i ndrojmë ditët e fitores dhe humbjes mes muslimanëve dhe të tjerëve. Shumë e qartë, dhe më pëlqej shumë, Allah të shpërblet. Allah ju vetë.